Në prag të ndërrimit të motëve, solidariteti dhe humanizmi u shndërruan në mesazhin më të fuqishëm të bashkimit dhe shpresës për dhjetra familje në Ulqin dhe rrethin. Përmes fondacionit humanitar shqiptaro-amerikan Troje Tona, familja Kurmemaj realizoi një donacion me vlerë mbi 40.000 euro, i dedikuar për më shumë se 80 fëmijë dhe të rinj deri në moshën 18 vjeç, me pengesa dhe vështirësi në zhvillim nga komunat e Ulqinit, Plavës, Gucis, Tuzit, Rozhajës dhe Krajës. Me rastin e dhurimit të këtij donacioni në qendrën ditore Sirena në Ulqin, një fjalë rasti mbajti përfaqësuesja e shoqatës Troje Tona në Ulqin, Vjollca Lika Çobaj, e cila theksoi rëndësinë e solidaritetit, fuqizimit të komunitetit dhe mbështetjes së vazhdueshme për fëmijët me nevoja të veçanta dhe familjet e tyre. Të nderuar prindër, të dashur fëmijë, unë vërtet ndjej një kënaqësi dhe nder që mund t'ju drejtohem në emër të Fondit Humanitar Troje Tona, e njëkohësisht veçanërisht le të themi në emër të familjes Kurmemaj. Ky ishte i 5 apo i 6 vit me radhë që familja Kurmemaj nda në donacione në një shumë të konsiderueshme për ato që kanë më së shumti nevojë. Ne vetëm në fillim të vitit nga familja Kurmemaj kemi pasur një donacion për personat me diabet. Familja Kurmemaj gjithashtu vazhdon të kontribojë edhe për familjet në nevojë. Dhe me rëndësi të cek është edhe ky donacion që ta përmbyllim këtë vit për fëmijët me nevojat veçanta. Unë vërtet ndjej le të themi përulje ndaj të gjithë prindërve të cilët ballafaqohen me sfida, me peripeci, të cilat shpesh herë janë të vështira. Dhe shpesh herë ne kemi nevojë ashtu si këta fëmijë ka nevojë për prindrit dhe familjet e tyre, ashtu dhe prindrit, familjet kanë nevojë për të gjithë ne. Andaj dita e sotme është një aktivitet që na sjell ne gjithëve bashkë, jo vetëm për donacionin në vlerë monetare, po për atë që t'jemi më të bashkuar dhe t'i gjendemi njëri tjetrit. Dhe para se ta përfundoj, do doja vetëm të kujtoj fjalët e një nëne këtu, pasi që gjithë ne që jemi prind e dim dhe i kemi kasavet themi ne, fëmijët, por prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë është lehtë derisa jemi ne. Por kur mos jemi ne. Për agjë është shumë e rëndësishme që ne të fuqizohemi si komunitet dhe t'i gjendemi pranë njëri tjetrit e në veçanti këtyre fëmijëve. Janë këto fëmijë që na mësojnë ne të jemi njerëz më të mirë, më të kujdesshëm dhe më solidar. Gëzuar vitin e ri gjithëve dhe faleminderit. Fjalën e rastit e mbajti dhe drejtoresha e qendrës ditore Sirena, Salie Meçikukiq, si dhe kryetari komunës së Ulqinit Genci Imanbegu, të cilët vlerësuan lart kontributin human të familjes Kurmemaj dhe rëndësinë e mbështetjes institucionale e shoqërore për fëmijët me nevoja të veçanta. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, për ftesën që jeni përgjigjur ftesës tonë duke filluar nga prindët e qendrës, po ashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për kryetarin e komunës tonë, i cili gjithmonë ishte i gatshëm dhe gjendet në mesin tonë. Falenderoj edhe pjesëtarë tjerë të përfaqësuesit e komunës së Ulqinit, po ashtu edhe zotrin Ali, zonjën Vjollca, të cilët sot janë mesin tonë. Me mirënjohje të thellë mund të them dhe falënderim të veçantë, dua t'i falenderoj për donacionin e dhënë që adresohet nga shoqata Troje Tona nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e posaçërisht familjen Kurmemaj, zotrin Ahmet Kurmemaj me bashkëshortën e tij, të cilët e kanë ndarë një donacion mund ta quaj të pëlqyeshëm për fëmijët e qendrës sonë, ato fëmijë të cilët i përkasin moshës deri në 18 vjet. Unë mund ta quaj këtë lloj donacioni që nuk është vetëm një mirë materiale, por është një dashuri e treguar nga ana e opinionit, në këtë rast nga ana e familjes në fjalë, familjes Kurmemaj,
që ka një domethënie shumë të madhe për fëmijët të cilat, aq më tepër për fëmijët të cilat e kanë të nevojshme pjesën e donacionit dhe një përkrahje të vazhdueshme. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, ato të cilët kanë kontribuar në këtë donacion, veçanërisht familjen Kurmemaj dhe trojet tona. Ju falenderoj shumë. Për mua si kryetari i kësaj komune, çdo aktivitet dhe çdo gjë që ndodhet në komunën tonë ku tregohet mbështetje, ku tregohet solidaritet, është diçka që duhet vlerësuar. Qendra Sirena sot ka rastin që të pranoj dhe ato të cilët marrin shërbimin këtu të pranoj një donacion i cili ndihmë e cila është shumë thelbësore, shumë e rëndësishme dhe OJQ trojet tona së bashku me familjen Kurmemaj janë duke bërë një hap human, solidar dhe besoj që gjithë juve do të ndjeni vendin të nderuar dhe të respektuar në kuadër të këtyre manifestimeve apo aktiviteteve, kështu që komuna edhe siç deri tani do të zhvilloj edhe më tutje programe edhe më të rëndësishme, edhe më komplekse për ndihmën të gjithëve të cilët janë në nevojë. Faleminderit. Ky donacion i radhës nga familja Kurmemaj përmes Fondacionit Humanitar Shqiptaro-Amerikan Trojet Tona është dëshmi e qartë se humanizmi, solidariteti dhe përgjegjësia shoqërore janë vlera që ndërtojnë ura shprese dhe besimi në komunitet. Për fëmijët dhe të rinjt me nevoja të veçanta, kjo mbështetje përfaqëson jo vetëm ndihmë materiale, por edhe një mesazh të fuqishëm se ata nuk janë të harruar dhe se shoqëria qëndron pranë tyre.